Giacomo Vrioni e mbyll këtë vit me Montrealin. Klubi ka vendosur të mos aktivizojë opsionin që rinovonte kontratën deri në përfundimin e vitit 2026. Ky vendim tashmë është konfirmuar dhe Vrioni duhet të gjejë klub të ri. Vendimi i Montrealit ishte disi i pritur për të larguar sulmuesin shqiptar. Vrioni është kushtëzuar nga dëmtimet në Major League Soccer që e kanë lënë jashtë për periudha të gjata kohore. Duke pasur mundësinë e minutave në 10 ndeshje, ka gjetur golin 4 herë. Vrioni u transferua në kampionatin amerikan kur ishte vera e vitit 2022. Aso kohë Juventusi përfitoi rreth 3.5 milion euro nga shitja e tij. New England ndërkohë përfitoi shërbimet e 27 vjeçarit. Nga ekipi i kaluar u largua me kujtimin e 22 golave dhe 5 asisteve në 78 ndeshje. Mbetet për tu parë cili do të jetë klubi i ri për Vrionin, edhe pse konsiderohet sulmuesi kombëtares shqiptare, ftesa për Vrionin mungon nga viti 2022. Kujtojmë se më parë hiqte dorë nga Italia për Shqipërinë.